Në garën për drejtimin e prokurisë së posaçme, emri i parë që ka zyrtarizuar kandidaturën është ai i prokurorit Klodian Braho. Ai ka dorëzuar platformën e tij për drejtimin e SPAK-ut në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, duke u bërë kështu kandidati i parë që shpalos vizionin për fazën e re të kësaj strukture. Braho, aktualisht shefi i seksionit kundër korrupsionit në Prokurinë e Posaçme, njihet për përfshirjen e tij në disa dosjet më të bujshme të drejtësisë shqiptare, përfshirë çështjen e Gërdecit dhe dosjen e njohur si 5D. Në platformën e tij, Braho pritet të parashtrojë prioritetet për forcimin e hetimeve ndaj korrupsionit në nivele të larta dhe rritjen e transparencës në raport me publikun. Sipas afateve të përcaktuara nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, dita e mërkurë 8 tetor është afati i fundit për dorëzimin e platformave nga të gjithë kandidatët që synojnë të drejtojnë qeverinë prokurorëve. Burimet nga KLP-ja bëjnë me dije se disa prokurorë të tjerë të SPAK-ut kanë shprehur interes për të konkuruar, por në ditët në vijim do të mësohet zyrtarisht se sa prej tyre do të formalizojnë kandidaturat. Mandati i drejtuesit aktual, Altin Dumani, përfundon në 19 dhjetor, datë pas së cilës ai do të vijojë detyrën si prokuror në SPAK. Dumani drejtoi strukturën për 3 vite, pas një ngjarje të ngushtë me kolegun e tij Edvin Kontilli në dhjetor të vitit 2022. Zgjedhja e drejtuesit të ri të SPAK-ut pritet që të jetë një nga proceset më të rëndësishme për sistemin e drejtësisë, që do të përcaktojë drejtimin e goditjes ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar për vitet në vijim.